Përshëndetje të gjithëve të nderuar të shikues, nga edicioni orës 16, pas pak në lajmet do të ndiqni. Nga Gjermania, kryeministri Rama deklaroi se protesta në Tiranë e qytetarëve është një mesazh i rëndësishëm për qeverinë, duke folur për teknologjinë, theksoi impaktin që retorika në rrjetet sociale ndikoi tek zemërimi i qytetarëve. Sali Berisha thotë se mori mbështetje nga Partitë Popullore Evropiane për domosdoshmërinë e krijimit të një qeverie teknike që të garantojë zgjedhjet e lira, theksoi se Partitë e djathta mbështesin protestën qytetare. Drejtuesi i SPAK, Lodian Braho, raportoi në Komisionin e Posaçëm për reformën zgjedhore mbi ecurinë e hetimeve për krimet zgjedhore, kërkoi ngritjen e një task force të përhershme dhe u shpreh pro ashpërsimit të dënimeve. Treguesi i ndjesisë ekonomike në Shqipëri ka shënuar një rënje të lehtë gjatë muajit qershor sipas raportit më të fundit të Bankës së Shqipërisë, ndonse mbetet mbi mesataren historike. Pas e javësh tensionesh në lindjen e mesme, Washingtoni dhe Teherani po japin sinjale për një avancim të dialogut diplomatik. Presidenti Trump deklaron se procesi i denuklearizimit të Iranit po ecën mirë, ndërsa negociatat indirekte mes palëve vijojnë në Doha. Dhe njojmë tani më gjërësisht me materialet e përgatitura nga Gjermania. Kryeministri Rama deklaroi se protesta në Tiranë e qytetarëve është një mesazh i rëndësishëm për qeverinë, duke folur për teknologjinë, ai theksoi impaktin që retorika në rrjetet sociale ndikoi tek zemërimi i qytetarëve. Protesta qytetare që po mbahet në Tiranë prej një muaji dominoi fjalën e kryeministrit Edi Rama në samitin e Ruhrit, një nga ngjarjet më të rëndësishme në Europë, kushtuar inovacionit, sipërmarrjes dhe teknologjisë. Duke folur për fuqinë e kësaj të fundit, kreu i qeverisë theksoi impaktin që retorika e përdorur në rrjetet sociale ka ndikuar tek zemërimi i qytetarëve. Protesta hyri në makinerinë e amplifikimit algoritmik dhe u shndërrua në arenën e aktorëve dashakeq. Realiteti kërkonte një binjak digjital. Çdo zë u shndërrua në rekomandim, çdo egzagerim u shndërrua në angazhim, çdo reagim emocional u bë një tjetër sinjal që platformat të prodhonin edhe më shumë nga e njëjta gjë dhe çdo nuancë u zhduk. Konteksti u zhduk, kompleksiteti u zhduk dhe protesta online ndërkohë nuk po përshkruante protestën, por ishte një demonstrim më i madh, më i thjeshtë, më i zemëruar dhe në fakt më tej miliona njerëz, të cilët nuk kishin vënë as këmbën në Shqipëri, nuk përjetuan vetë demonstratën, por interpretimin e algoritmit të kësaj demonstrate dhe realiteti digjital u bë më ndikues se sa ai fizik dhe kjo është e shëmtuar. Por kjo, thot Rama, nuk është sfidë vetëm për Shqipërinë, por dhe për vendet e tjera demokratike, duke sjellë sipas tij shtrembërime të realitetit. Jo qytetarët, jo protesta, shtrembërimi, zëvendësimi i realitetit përmes optimizmit dhe kjo nuk është një histori vetëm shqiptare. Demokracitë janë duke dëmtuar veten. Kam frikë deri në një pikë moskthimi, sepse demokracitë të mëdha të duke filluar që këtu e në vendet e tjera të mëdha ku nuk ka dyshim që ka demokraci në veprim, ende nuk kanë gjetur kurajën për të bërë dallimin midis lirisë së shprehjes së fjalës dhe lirisë së shpërndarjes. Rama thotë se nga kjo protestë ka vend edhe për reflektim për të bërë më shumë për mirëqenien e qytetarëve. Është një mesazh për mua dhe qeverinë dhe po përpiqemi të dëgjojmë me shumë kujdes këtë mesazh, jo duke numëruar njerëzit në rrugë apo hashtaget, por duke u përpjekur të kuptojmë shqetësimet. Kryeministri foli edhe për transformimin digjital që ka pësuar vendi, ku ofrimi online mbi 1000 shërbimeve ka reduktuar ndjeshëm hapësirat për korrupsion. Shqipëria ka më shumë se 1000 shërbime digjitale. Me 95% të shërbimeve digjitale, qytetarët nuk kanë më nevojë të takojnë njerëz. Të vetmet shërbime që nuk janë ende online janë martesat dhe shenjat e gishtave. I dham një fytyrë kësaj inteligjence, i dham emrin Djedha dhe bëm atë që nuk e ka bërë asnjë qeveri, i dham një titull. Inteligjenca artificiale u jep më shumë informacion dhe i bën gabimet e dëmshme të pamundura për t'u fshehur. Algoritmi nuk merr rishfet. Gjatë qëndrimit në Gjermani, Rama u takua dhe me kryeministrin e Landrit Nordheim, me të cilin foli për forcimin e bashkëpunimit në fushën e teknologjisë digjitale, arsimit profesional dhe antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Sali Berisha thotë se mori mbështetje nga Partitë Popullore Evropiane për domosdoshmërinë e krijimit të një qeverie teknike që të garantojë zgjedhjet e lira, i theksoi se partitë e djathta mbështesin protestën e qytetarëve. Isa përkthyer nga Austria ku mori pjesë në asamblen politike të Partisë Popullore Europiane. Sali Berisha tha se kishte marrë një zëri mbështetje në raportin e miratuar në Vjenë për krijimin e një qeverie teknike në Shqipëri. Sipas kryedemokratit, në raport evidentohet nga farsa elektorale, korrupsioni në nivele të larta e deri tek kapja e shtetit dhe drejtësisë. Raporti sugjeron
qeverinë teknike, si zgjidhje për një proces zgjedhor të lirë dhe të ndershëm. Krahas qeverisë teknike, Berisha u shpreh se Partia Popullore Europiane dha mbështetjen e saj edhe për protestën qytetare përmes miratimit të një rezolute. Rezoluta jep mbështetje të fuqishme protestes rinore qytetare në Tiranë. Ne përdorëm mundësitë e krijuara për të hedhur poshtë propagandën armiqësore të Edi Ramës, i cili, siç u informuam, ka shpërnda me qindra dhe mijëra mesazhe në të gjithë elitën europiane, në të cilat e paraqet televizjen të organizuar dhe të frymëzuar nga garda revolucionare famzez e Iranit, në një përpjekje për ta damkosur ndërkombëtarisht këtë televizje. Ka angazhuar kompani të huaja, shumë të mëdha, në betejën kundër algoritmit. Pa komentuar, kryedemokrati nuk la edhe reagimin e policisë së shtetit në protestën e të martës para parlamentit. Një egërsi shtazore. Akuzat ndaj kryeministrit Berisha e vijoi edhe në një tjetër aktivitet, ku ftoi gjeneratën Z të mos ndalet në misionin e saj, për shembjen e asaj që e cilëson diktaturë autoritare instaluar në vend nga Edi Rama. Qytetarë dhe aktivistë u mblodhën për ambienteve të SPAK, ku dorëzuan librin Albanian Files të cilësuar si pastyre arma e krimit me të cilën kryeministri Rama ka shkatruar Shqipërinë. Protestuesit përsëritën se kërkesa e tyre kryesore mbetet dorëheqja e kryeministrit, po ashtu paralajmëruan edhe një kallëzim në këtë libër. Sipas tyre, është edhe projekti i zvarrnesës që në vitin 2022, ndërkohë që kryeministri tha se nuk ka projekt. Drejtuesi i SPAK, Klodian Brahu, ka raportuar në komisionin e posaçëm për reformën zgjedhore mbledhurinë e hetimeve për krimet zgjedhore. Ai kërkoi ngritjen e një task force të përhershme, ndërsa tha se vetëm për vitin 2025 janë 46 procedime penale. Në Komisionin e Reformës Zgjedhore, kreu i SPAK, Klodian Brahu, bëri me dije se për zgjedhjet parlamentare të 11 majit të 2025 janë administruar 194 materiale dhe sinjalizime për dyshime për krime zgjedhore. Për zgjedhjet parlamentare të 11 majit 2025 u administruan 194 materiale, sinjalizime, kallëzime, referime dhe informacione të lidhura me dyshime për krime zgjedhore. Fakti që 23.9% e procedimeve janë nisur kryesisht nga SPAK është tregues i rëndësishëm. Nga totali i procedimeve të regjistruara në vitin 2025, 5 prej tyre me 9 pandevë janë dërguar në gjykatë me kërkesë për gjykim, 9 janë dërguar me kërkesë për pushim, 5 janë dërguar për kompetencë në prokurorinë e judiciarit të përgjithshëm, 1 është pezulluar, 4 janë bashkuar me procedime të tjera dhe 22 mbeten në hetim aktualisht. Një raport i plot për krimet zgjedhore do të publikohet në fund të muajit shtator. Në zbatim të rekomandimeve të Kuvendit, SPAK-u, Prokuria e Përgjithshme, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve janë në proces të finalizimit të analizës së përbashkët mbi hetimin dhe parandalimin e krimit zgjedhor për zgjedhjet e vitit 2025. SPAK-u ka mbaruar pjesën e vet si kontribut për këtë raport. Nga komunikimet që ne kemi nga institucionet e tjera, mendojmë që do të jetë i gatshëm produkti brenda datës 30 shtator të vitit 2026. Brahu shpreh se task forca për zgjedhjet do të vijojë funksionimin si strukturë e përhershme. Protokolli bashkëpunimit ndërinstitucional duhet të kalojë nga instrumenti i përkohshëm për një cikël zgjedhor, një mekanizëm të qëndrueshëm dhe të përhershëm të normuar me ligj. SPAK-u synon që për një periudhë të shkurtër kohore të rekrutojë shërbime dhe të trajnojë hetuesit më tej për të qenë të aftë që në teren e të kryejnë vetë të veprime. Dhe kjo do të jetë një efekt shumë pozitiv, sepse organizimi do të jetë më efektiv. Bashkëtarët e Komisionit për Reformën Zgjedhore, Damian Gjiknuri dhe Oert Bylykbashi, ndan pikpamje të ndryshme rreth zgjedhjeve të vitit 2025. Përvoja e task forces është një përvojë mirë që arriti të parandalojë apo të krijojë perceptimin që krimet zgjedhore janë më të vështira për të kryer, dhe në fakt ky perceptim është i vërtetë. Ditën e zgjedhjeve të datës 11 maj ishte një demonstrim i jashtëzakonshëm prezence të personave nën kërkim apo elementeve kriminal të një prej karteleve më të mëdha në Shqipëri. SPAK synon që të kontribuojë në reformën zgjedhore duke ndarë të dhëna përvojë hetimore dhe problematikat e evidentuara në praktik, sidomos në ciklet zgjedhor të viteve 2021-2025.
Treguesi i ndjesisë ekonomike në Shqipëri ka shënuar një rënje të lehtë gjatë muajit qershor, sipas raportit më të fundit të Bankës së Shqipërisë, ndosë mbetet mbi mesataren historike. Treguesi i ndjesisë ekonomike në vend lehtësisht me 0.6% në muajin qershor, edhe pse niveli aktual i tij qëndron me 6.6% mbi mesataren historike. Në raportin më të fundit të Bankës së Shqipërisë, vjet re se rënja lehtë u ndikua kryesisht nga treguesit në sektorin e shërbimeve dhe më pak në atë të ndërtimit. Ndërkohë treguesit e besimit në sektorin e tregtisë dhe industrisë, si dhe ai i besimit të konsumatorit, regjistruan rritje referuar të dhënave zyrtare të Bankës Qendrore. Më konkretisht, treguesi i besimit në tregti u rrit me 2.8% muajin e kaluar dhe qëndron rreth 13% mbi mesataren historike. Rritja u ndikua nga vlerësimet e hecurisë aktuale të biznesit. Nga ana tjetër, edhe treguesi i besimit konsumator regjistroi rritje me rreth 0.6% në muajin qershor, pasi konsumatorët vlerësuan me rritje situatën e tyre financiare dhe blerjet në shuma të mëdha. Po me 0.6% u rrit edhe treguesi i besimit të industrisë, ndikuar kryesisht nga vlerësimet më optimiste mbi ecurinë e porosive aktuale, ashtu edhe pritjeve për porosit nga eksportet, nënvizon raporti Bankës së Shqipërisë. Gjithashtu treguesi i normës së shfrytëzimit të kapaciteteve të bizneseve shfaqi një rritje me bazë të gjerë sektoriale në tremujorin e dytë të vitit 2026, krahasuar me një tremujor më parë. Shfrytëzimi i kapaciteteve u përmirësua në industri, ndërtim, shërbime dhe tregti. Sëmundjet e aparatit të qarkullimit të gjakut mbeten shkaku kryesor i vdekjeve në Shqipëri, sipas të dhënave të Instat për vitin 2025, ato shkaktojnë mbi gjysmën e humbjeve të jetëve. Sipas të dhënave më të fundit të Instat, gjatë vitit 2025 u shënuan mbi 21.300 humbje jete, duke pësuar një rënje me 3.2% krahasuar me vitin paraardhës. Sëmundjet e aparatit të qarkullimit të gjakut mbeten vrasësi kryesor në vend, duke shkaktuar mbi gjysmën e totalit të vdekjeve, eksaktësisht 52.9%. Brenda këtij grupi, goditjen më të madhe i japin sëmundjet kronike të zemrës me mbi 42%, të ndjekura nga sëmundjet ishemike dhe ato të enëve të trurit. Vendi i dytë u takon simptomave me sëmundje të papërcaktuara mirë, ku dominon vdekshmëria nga pleqëria. Ndërkaq tumoret renditen si shkaku i tretë më i shpesht me 15.3% të vdekjeve. Në këtë grup tumoret malinje të aparatit të tretjes, ato të frymëmarrjes dhe urogenitale mbajnë peshën kryesore të bilancit të vdekshmërisë nga tumoret. Të dhënat tregojnë se problemet kardiake prekin më shumë femrat, duke përbërë 54.5% të vdekjeve të tyre. Nga ana tjetër, burrat rezultojnë më të prekur nga sëmundjet tumorale. Statistikat bëhen alarmante kur flitet për moshën e re. Sipas të dhënave të Instat, te fëmijët dhe të rinjt deri në 19 vjeç, sëmundjet e zemrës dhe ato të periudhës rreth lindjes janë shkaqet kryesore të vdekshmërisë. Ndërsa për grup moshën aktive nga 20 deri në 44 vjeç, jetët priten në mes kryesisht nga dëmtime traumatike dhe helmimet, të ndjekura sërish nga problemet e qarkullimit të gjakut. Një ditë pas aksidentit tragjik në autostradën Durrës-Tiranë, ku humbi jetën shoferi i autobusit dhe u plagosën 12 persona, 5 prej tyre kanë lënë spitalin e traumës, vjen të jenë në gjendje të rëndë një shtetase e huaj. Pas aksidentit të rënd të ndodhur në autostradën Durrës-Tiranë, ku shënuan një viktim dhe 12 të plagosur, 5 pacient që ishin në gjendje më të stabilizuar, pas trajtimit mjekësor në Spitalin Universitar të Traumës, kanë lënë ambientet spitalore. Ndërkohë, në mesin e të plagosurve ishin edhe 2 fëmijë, ku një i mitur 8 vjeçar ndodhet në reanimacionin e traumës me parametra jetësor stabil nën kujdesin e mjekëve. Ndërsa fëmia tjetër 14 vjeçar sipas bluzave të bardha ndodhet jashtë rrezikut për jetën në pavionin e traumës për shkak të dëmtimeve në gjymtyret e poshtme. Gjithashtu në reanimacionin e Spitalit të Traumës ndodhet edhe një shtetase vietnameze me nën shtetësi qeke 56 vjeçare, e cila ndodhet në monitorim intensiv dhe është në gjendje të rëndë shëndetësore për shkak të dëmtimeve të shumta nga aksidenti. Ndërsa sa i përket pacientëve të tjerë që ndodhen ende në observimin e urgjencës dhe që janë nënshtruar ndërhyrje dhe kirurgjikale, gjendja e tyre shëndetësore është stabilizuar dhe do të vijojnë të qëndrojnë në monitorim intensiv. Ndërto është edhe një shtetase 20 vjeçare me origjinë vietnameze. Nga ana tjetër, grupi hetimor i policisë vijon të ketë dyshime se aksidenti i rënd ka ndodhur për shkak të arrestit kardiak të shoferit 36 vjeçar Redion Hasimi, që u gjeti i vdekur në vend ngjarje. Kjo pasi drejtuesi i mjetit nuk ka frenuar dhe nuk ka tentuar të ndalojë mjetin. Megjithatë, do të jetë ekspertiza mjekoligjore që do e përcaktojë me saktësi shkakun. Nga verifikimet e policisë, 36 vjeçari që bënte linjën Tiranë-Berat nuk rezulton se po lëvizte me shpejtësitë e normave. Gjiri i GPS mbetet një nga destinacionet më të preferuara për turistët e aventurës, por terreni vështirë ka sjellë
edhe incidente të shpeshta. Autoritetet raportojnë raste të turistëve të lënduar në shtigje, duke bërë thirrje njëkohësisht edhe për kujdes. Midis Vunoj dhe Iliasit, dy fshatrat vegjël në jug të vendit, jo shumë larg plazhit të Dërmiut, ndodhet gjiri G5. Është një prej zonave më të lakmuara nga vizitor vendas e turistë të huaj, veçanërisht ata që pëlqejnë turizmin e aventurës. Por për shkak të terrenit, në këtë zonë nuk mungojnë as incidentet. Turistët rrëzohen në shtigje të vështira dhe kërkojnë ndihmën e autoriteteve. Dy raste të tilla ka patur vetëm në muajt e parë të 2026-s. Për vitin 2025 kemi patur rreth 14 ndërhyrje. Në këto 14 ndërhyrje, 3 ndërhyrje kanë qenë më të specifikuara sepse ishin të dëmtuar. Të gjitha rastet këto kanë qenë në GP. Për sa i përket vitit 2026, deri tani kemi pasur 2 raste. Të 2 rastet ishin me plagosi. Rasti më i fundit ndodhi pak ditë më parë, ku 4 turistë polak u rrëzuan në një gremin teksa po eksploronin kanionin e GPS. Aksioni ishte i vështirë për shkak të terrenit dhe u desh shumë kohë për të nxjerrë turistët nga gremina. Operacioni shkuam 6 shtator dhe nuk vepruam dot, për arsye sepse terreni ishte shumë i vështirë dhe kërkuam ndihmë përsëri dhe erdhën 4 alpinista, 2 nga Vlora, 2 nga Elbasani, të cilët rreth orës 11 natës bëm nxjerrjen e plagosurit bashkë me 3 të tjerë. Por kjo nuk është vetëm një zonë problematike në bashkinë e Himarës, ku ndodhin incidente. Zona më e rrezikshme nga të gjitha këto që është në territorin e bashkisë Himarë është zona G5. Kemi malin e Çikës, që dhe aty kemi patur raste, dhe Filikuri, po Filikurin e kanë ndryrë bashkia dhe ka vendosur shkallë. Në zonat ku ka rrezik për vizitorët gjatë lëvizjes, autoritetet kanë vendosur tabela paralajmëruese në mënyrë që ata të bëjnë kujdes. Përmirësimi i rrugës së Komanit ka lehtësuar ndjeshëm aksesin drejt një prej destinacioneve më të bukura turistike në veri të Shqipërisë, duke sjellë një rritje të dukshme të numrit të vizitorëve. Numri i turistëve në zonë është rritur me rreth 50% këtë vit. Të mbërrish në Koman tani është më e lehtë. Kjo fal përmirësimit të infrastrukturës në këtë zonë që është një prej destinacioneve më të vizituara nga vendas e turistë huaj në veri të vendit. Vetë vizitorët, teksa vlerësojnë bukuritë e natyrës, thonë se rruga e re e ka bërë këtë zonë më të aksesueshme. Rruga e re është e mrekullueshme. Duhet të them, kjo tregon që po bën diçka për turizmin këtu dhe kanë bërë një punë vërtet të mirë me të. Janë ndryshuar kthesat, gjurma dhe ishte superkëndshëm të udhtojë në të. Nuk e di si ka qenë rruga e vjetër, por kam dëgjuar që ka qenë shumë e keqe. Më në fund rruga për në Koman është vërtet një rrugë ashtu siç duhet. Prej vitesh ka pasur aq shumë vështirësi për të mbërritur në këtë zonë. Rruga ishte e shkatëruar dhe me gur. Tani më në fund kemi një rrugë me asfalt që lehtëson të gjitha shërbimet për të arritur në liçenin e Komanit. Sa përket rrugës, është një fat i madh për ne. Zhvillim normal se po. Rruga ka qenë cop-cop. Ka qenë jashtë amortizuar, tani rruga është bërë shumë mirë. Super! Çdo gjë mrekullueshme. Komani është kthyer në një prej pikave kryesore të turizmit në Shkodër, që tërheq çdo vit mijëra vizitor, vendase të huaj. Investimi në infrastrukturë u bë me qëllim jo vetëm për t'i dhënë zhvillim ekonomik zonës, por edhe turistik. Sipas të dhënave nga autoritetet, fluksi i vizitorëve këtë vit është rritur me gati 50%. Stuhia e Breshërit dera e fortë ka shkaktuar probleme në Elbasan. Autoritetet raportojnë për dëme në njësinë administrative Zavalin. Breshëri i Rënë pas ditën e së martës ka zhveshur pemët duke dëmtuar plantacionet me kumbulla apo moll. Po ashtu janë dëmtuar dhe kulturat bujqësore, kryesisht në parcelat me misra apo perime të stinës. Do të krijohet një task force kundër piraterisë digjitale, ku pjesët jenë institucionet AMA, KEP, tatimet dhe policia. Kryetarja e AMA-s, Armela Krasniqi, thanë se pirateria është kthyer në një aktivitet të organizuar, duke përbërë një kërcënim për funksionimin e tregut audioviziv.
Autoriteti i mediave audiovizive, i komunikimeve elektronike dhe postare, Policia e Shtetit dhe Drejtoria e Tatimeve duhet të nënshkruajnë brenda 30 ditëve një memorandum bashkëpunimi për ngritjen e një task force të përbashkët kundër piraterisë digjitale, ku vendi kërkon gjithashtu që të përfshihen në këtë çështje dhe institucionet e drejtësisë. Vetet në vlerësimin e SPAK-ut nëse kanë hapësirë për të përfshirë. Prokuria e përgjithshme si autoriteti që përfaqëson dhe prokurit e rrethave në Këshill duhet ta marrë si një detyrë konkrete për të bërë pjesë. Gjatë diskutimeve në Këshillin Kombëtar të Integrimit Evropian, kryetaria e AMAS Armela Krasniqi tha se pirateria nuk është një fenomen i veçuar që kufizohet vetëm te kopjimi i palishëm, por është kthyer në një aktivitet të organizuar që shfrytëzon teknologjitë moderne. Ajo përbën një kërcënim të drejt për drejt për funksionimin e tregut audioviziv, për cënimin e subjekteve të lishëm, për dëmin real të tyre. Pirateria televizive dëmton operatorët që investojnë në mënyrë të lishme në përmbajtje cilësore, cënon konkurrencën e ndershme, ul stimujt për të bërë investime të reja, kufizon zhvillimin e industrisë kryese dhe në fund të fundit dëmton edhe vetë publikun. Kryetaria KEP Gentian Salaj theksoi nevojën e forcimit të masave administrative në rast e mos zbatimit të detyrimeve ligjore. Përvoja e vendeve të Bashkimit Evropian, veçanërisht modeli italian, tregon se rezultatet më efektive arrihen kur masat ligjore, teknologjike dhe bashkëpunimi institucional funksionojnë në mënyrë të integruar. Edhe Shqipëria mendoj se duhet synojë ndërtimin e një sistemi të koordinuar dhe të integruar për të garantuar reagimin më të shpejtë tek pirateria. Tauland Balla kërkoi marrjen e masave të menjëhershme në rast të konstatimit të piraterisë. Një operator i tregut ka blerë të drejta televizive të kampionatit botror. Nëse ne do presim këtë që thatë ju, do mbaroj botrori dhe gjithë pirateria që shoqëron botrorin do presi këto propozimet ligjore për botrorin e 2030-s. Dhe duhet jetë një sistem alerti i menjëhershëm. Përfaqësuesit e institucioneve mund të depozitojnë në kuvend propozime të tjera ligjore kundër piraterisë digjitale, në përmbushje dhe të detyrimeve që burojnë nga antarësimi në Bashkimin Evropian. Tensionet mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit mbeten të larta, ndërsa Teherani ka refuzuar një takim të drejtë për drejtë me zyrtarë amerikan, duke bllokuar negociatat. Mediat raportojnë se presidenti Trump ka diskutuar me Pentagonin mundësinë e ndërmarrjes së sulmeve të reja ushtarake ndaj Iranit. Vala ekstreme e të nxehtit që ka përfshirë Evropën po shkakton rritje të ndjeshme të viktimave. Italia, Spanja dhe Franca raportojnë bilance gjithnjë më të rënda si pasojë e temperaturave rekord. Vala ekstreme të nxehtit që ka përfshirë Europën po vijon të marrë jetë njerëzish, ndërsa Italia, Spanja dhe Franca raportojnë një bilanc gjithnjë më të rëndë të viktimave. Në Itali, 5 persona kanë humbur jetën gjatë 24 orëve të fundit si pasojë e temperaturave shumë të larta, ndërsa vendi mbetet në ndikimin e një prej valëve më intensive të nxehtit të viteve të fundit. Ministria Italiane e Shëndetësisë ka vendosur 27 qytete në alarmin maksimal të kuq. Mes tyre janë Roma, Milano, Napoli, Firenze, Venecia, Torino, Palermo dhe Bologna. Gjatë ditëve në vijim, autoritetet kanë paralajmëruar për rreshje intensive, stuhi dhe breshër në veri të vendit, më pas do të shtrihen edhe në Italinë qendrore. Për të mbrojtur qytetarët dhe turistët nga temperaturat ekstreme, disa bashki kanë hapur falas muzet, palestrat komunale dhe qendrat kulturore, duke i kthyer ato në hapësirë aftose. Bilanci më i rënd deri më tani raportohet në Spanjë. Autoritetet njoftuan se gjatë valës së fundit të nxehtit janë regjistruar 1028 viktima në qershor, të lidhura me temperaturat ekstreme, më shumë se 2 rasteve të regjistruara në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Vetëm më 23 qershor, në kulmin e valës së të nxehtit, rreth 35.7 milion banor, ose afro 73% e popullsisë së vendit, ishin të ekspozuar ndaj rrezikut shëndetësor. Agjencia Kombëtare Meteorologjike e Spanjës bëri të ditur se gjysma e parë e vitit 2026 ishte më e nxehta regjistruar ndonjëherë në historinë e vendit. Edhe Franca po përballet me pasojat e temperaturave ekstreme.
Autoritetet shëndetësore raportojnë se që nga java e kaluar janë regjistruar rreth 1000 vdekje më shumë se në të njëjtën periudhë të viteve të mëparshme. Kryeministri francez deklaroi se më shumë persona kanë humbur jetën në banesa të tyre, ndërsa ekspertët paralajmërojnë se këtë verë numri i viktimave mund t'i afrohet kufirit prej 7000 rastesh. Ndërkohë, BSH ka paralajmëruar se sistemet shëndetësore në të gjithë kontinentin po përballen me presion të madh për shkak të temperaturave ekstreme dhe ka thirrur një takim urgjent me shtetet europiane më 6 korrik. Sipas vlerësimeve të organizatës, bilanci pritet të rritet në ditët në vijim. Një studim i fundit tregon se kërpudhat krijojnë një rrjet gjigant nëntokësor që lidh bimët dhe mbështet ekosistemet. Shkencëtarët thonë se ky sistem luan një rol kyç në qarkullimin e lëndëve ushqyese dhe në ruajtjen e jetës në planet. Kërpudhat dominojnë nën tokën, kanë një rrjet të shpërndarë në sipërfaqen e gjithë planetit që është e gjatë 1 miliard unitete astronomike, që do të thotë 1 miliard herë distanca mes tokës dhe diellit, që është 150 milion kilometra. Përbëhen nga fruti që njohim ne dhe një sistem fijesh dhe rrënjësh që është ekstremisht i gjerë e që quhen ife, dhe rrjeti i tyre është më i përhapur kudo në ekosistemet bimore. Shpërndarja e jashtëzakonshme e këtyre organizmave përcaktohet dhe etiketohet si një ndër sistemet qarkulluese të tokës dhe harta e parë e degëzimeve të tyre është publikuar në revistën Science. Autorët e studimit të Universitetit të Amsterdam shpjegojnë se kërpudhat krijojnë lidhje simbiotike me rreth 70% të specieve vegetale, një bashkëpunim i jashtëzakonshëm ku i furnizojnë bimët e tjera me ushqyes dhe ujë në këmbim të karbonit të prodhuar prej tyre. E mbi këtë rrjet të gjallë mbështetet pjesa më e madhe e jetës në planetin ton në një zinxhir perfekt. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion Lemesh. Faleminderit që na ndoqët.